Përshëndetje të dashur miq, adhurues të emisionit Një jetë në një orë. Si rëndom në këtë orar të rezervuar për këtë emision, ju sjellim biseda të ngrohta, produktive, por gjithsesi edhe me plot fragmente të ndryshme të jetës, me përfaqësuese personalitetet të ndryshme. Kësaj radhe kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me njeriun të cilin ju shumë herë e keni parë duke kërcyer nga ura e fshehtë. Shumë herë mund ta keni ndjekur në kërcime të ndryshme kudo në nivel vendi, por edhe jashtë vendit, duke përfaqësuar qytetin tonë. Mirë po e keni parë edhe duke punuar dikur në kryqin e Kuq, duke qenë i angazhuar shumë në fushën për të cilin ai ushtron profesionin. Është zoti Tomor Musa. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se u gjeta. Faleminderit edhe ju që ma keni bëhet mundshme me qenë pjesëmarrës në këtë emision të juaj. Është kënaqësi e jona të kthehemi në kohë, të reflektojmë edhe të shohim se çfarë po bëjnë aktualisht disa njerëz të cilët përgjatë rinisë të tyre kanë lënë gjurmë kogja të mëdha në veprimtarinë që kanë ushtruar. Çfarë po bëni këtyre ditëve, zoti Musa? Po, këtyre ditët e curit normale të jetës, pak po punojmë, pak përmirëm me aktivitetet të ndryshme, si muzikore, ashtu edhe sportive, humanitare e të tjera. Këto të gjitha Keni qenë shumë aktiv dhe natyrisht nuk e keni ullat dinamike në punës. Pa i tash pak me kalimin e viteve, pak edhe ndoshta ull, pak ajo, po gjithni jemi në përgatitje për mi avancu edhe këto aktivitete sa ma mirë. Gjithsesi, ne sot jemi këtu për të rishfaqur shumë emocione që lidhen me jetën tuaj, me momentet për të cilat ju vlerësoni se janë të rëndësishme sepse kanë ecur bashkë me ju në një rrugë kogja të gjatë. Përmes fotografive do të shpalosim edhe emra, edhe fragmente, edhe ndoshta mund të themi situata për të cilat ju i konsideroni të rëndësishme. Vlerësoni se mund ta fillojmë këtë bashkëbisedë? Po. Atëherë kisha kërkuar ta kemi fotografinë e parë, edhe ta nisim si rëndom bashkëbisedimin tonë, i cili gjithmonë është i ngrohtë me secilin njeri që ulet në atë koltuk, sepse rrëfen për jetën e tij. Edhe sa është rëndësishme kjo fotografi? Kjo fotografi është prindve të mi, unë jam ideali vogël dhe vëllai im është në unën tjetër. E kemi jetu një jetë shumë të thjeshtë, shumë modeste. Babën e kena pas punëtor të madh, ka qenë zjarfiks, i cili me kohë zjarfiks i dekuruar për instanca më të larta të ish Jugosllavisë. Nëna ime ka qenë anvise, mirë po si nxënëse ka qenë shumë e mirë. Ka qenë vajza e një mësuesit i cili ka vepruar në viset veriore të Shqipërisë. Unë jam aty poshtë, kurse vllai është inxhinier i elektros, është mësimdhënës, tash edhe pak ka me dalë edhe ja disa ditë ka me dalë në penzion. I uroj që ta ketë një penzion, domethënë ta ketë një shëndet mirë, se një jetë të tyre e ka qenë në arsim, duke i edukuar gjeneratat e ndryshme. Po. Tomor, çfarë kujton nga fëmijëria? Cilat kanë qenë ato kujtimet tuaja të cilat ti i mban mend edhe sot? Si ishte fëmijëria juaj? Fëmijëria ime ishte, me të thënë drejtën, kam qenë pak aktiv, shumë aktiv, ndoshta edhe hiperaktiv, sepse në moshë shumë të vogël, si më thonë, nëna ime ka hek, si më thonë, se më konë shumë shërë, si më thonë. Bilim ku i kom pas disa, kisha pas qajtë shumë. Kisha pas qajtë dhe më kanë jam të lëfarë bare e kësi, po edhe do më thonë isha konë aktiv. Si nxënës, kam qenë nxënës shumë i mirë, nxënës shëmbullor, edhe kështut me radhë, me vitet e tëra, jë marrë pak edhe me sport. Në moshën shumë të re kam luajtur pak futboll, edhe basketboll. Kështu ka qenë ajo fëmijëria e hershme. E hershme, natyrisht. Do të kalojmë te fotografia e dytë, të shohim se në cilën periudhë do të na shpije
periudha shkollore. Këtu kam qenë zanësi klasës 2 më doket. Po. Mësus ka qenë Mazlum Vala, mësusin nderuar. Kemi kalu shumë mirë, kemi mësu shumë prej mësusit Mazlum, edhe me të thonë drejten kemi qenë një klasë e veçantë në shkollën Mazlum Puska. Se pothuaj se të gjithë kemi qenë zanës shëmbullor, edhe shkëlqyshëm, mirë po përveç shkollës, arsimimit, mësusi Mazlum na ka pas aktivizu edhe me sportet të ndryshme, na qojke natyrë, aty ku ka qenë të disa vende natyrë shkuze asi, edhe lushim me top, edhe na spjegojke për natyrën, për lullet, për gjelbrimin e në përgjithësi, edhe kemi qenë shumë aktiv edhe në sport, edhe në muzik. Edhe në muzik na shtike ka pak me këndu, kush dike atyra se. Për klasës parë dhe në 4 kemi qenë kështu. Ka qenë një jetë shumë e mirë. Cili është ai vesi i mësuesit Mazlum që ti e ke mbajt mend më shumë ti? Se ka pas një autoritet ndryshe? Ka pas autoritet, ka pas ndikim, edhe ka pas një uri, si me ta spigu ty për shembull një mësim ose një pavarësisht çka ka qenë ai aktivitet. Edhe ka qenë shumë i gjithanshëm. Unë gjithanshmërinë e respektoj shumë edhe e avansoj. Se nëse ka shumë autoritete që janë për një profesion, domethënë kanë arritur atë majën, po është mirë me pas edhe ndonjë aktivitet tjetër, domethënë edhe ato mi promovu e masi. Mësuesi Mazlum ka qenë shumë i gjithanshëm. Ky ka qenë edhe lojtar i vllazënimit, gjithnjë na shpjegonte për sporte, për gjëra të ndryshme. E vlerësoj shumë. Natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër? Tu në kohën e studimeve. Po. Është shumë rëndësi, prapa vijatim, prapa sken, është barakat ku kemi flet, do më thonë ku kemi qëndru gjatë studimeve. Barakat kanë qenë diçka më thjeshta se konvikti. Do më thonë konvikti e konë diçka më mirë. Ma luks. Mirë po. Aqë bukur kemi kalu këtu, qaqë suksese me provime kemi pas, edhe kemi mësu shumë, edhe jemi arktu, edhe kemi pas shoqni, ka egzistu bujaria, ka egzistu dashuria, ka egzistu çdo gjë, si me thonë e mirë, ka egzistu këtu në këtë barak. Hajde më trego, si zhvilloi kjo jeta kolektive? Jeta kolektive është shumë rëndësi, mas pari e kemi pas ushqimin e kena pas shumë afër, ka qenë mezja studentave. Edhe gjithni këta që jena këtu, gjithni kemi shku bashkë. Kemi ngrënë, jemi ardhë, tash këto kun probleme se disa rishin shumë vonë mësojshin, disa qoshin heret, kështu që rryma ndoshta gjithni ka qenë edhe ndezur. Mirë po, të thëmë edhe një herë, kemi pas shumë suksese. Këtu e njerëz të dallun është tu Doktor Mentar Arapi, është doktor Abdullah Qafani, është tash kirurgën në Dubai. Mentori është në Zvicër, Feridi, Burimi edhe Petriti është analisti i referave, edhe Jetoni është një ustallar i mirë është për interiere, për ndryshme. Kjo fotografi për mua është shumë diçka domethënë. Thuhet se koha e studimeve është koha më mirë edhe aty je vetja në një farë forme. Ashtu, thonë, është një fjalë popullore, thonë, sikur të jesh në mbarim i kujdesshëm, sa je në fillim, kime pas tonë herë sukses. Edhe na këtu ka qenë fillimi viti i parë, jena mundu gjithçka, kemi mësu shumë. Edhe kemi hek tash normalisht, nuk u konë bashkë, si me thonë ashtu të letë, mirë po ka qenë, po thëmë, shumë i sukseshme. Provimet i kena shtu pa kufër problemi. Keni pas një lloj përgjegjësia aso kohë tek familjarët kur shkon në studime? Po, sigurisht. E kishim ka një bursë, atyra bursë, na kena jetu, unë ku ti tregoj fëmijëve të mi, si kemi jetu na si studenta, ata nuk besojnë fare. S'u imagjinojnë, ha? Nuk mujnë mi imagjinu çka kena pas na për shembull me harxhit. Po. Do më thonë, faktikisht kena pas hiç fare, po kemi mësu,
kemi pas aktive, jeni marrë edhe me sportet të ndryshme, e kështu u zhvazhdu një kapitull i rëndësishëm i jetës studentore. Kalojmë te fotografia tjetër? Kjo fotografi ma tregon vrullin rinor. Vrull rinor, energji pozitive. Faktikisht në këtë periudhë kam qenë shumë, nuk për di shumë më thonë, ka qenë periudha ime ma mira. Pse thoni? Edhe ishim edhe nxënës, kam qenë edhe nxënës shumë i mirë, edhe këtu konë shumë interesant se këtë fotografi e kumë bo me njëherë mas suksesit që kumë pas në garat e urës fshajt, viti ka qenë 82, edhe dola në fotografi mas shumë interesant ka qenë, edhe kjo fotografi tash ndonjëherë njëre ka dhe nuk ka disponime, nuk ka ekziston citatat e ndryshme, e kjo fotografi ma japat pozitivitetin, atë energjinë pozitive, atë vrullin e asi, edhe faktikisht unë relaksohëm. Edhe ku ka më mirë se mosha rinjë, ato e pashmangshme është lumëturia. Sigurisht. Edhe gjoj vetë vetën, do më thonë, marë pak pozitivitet me këtë foto. E bukur duket. Aso koha bëshin fotografit vetëm të fotografisti, a? Po, fotoroka ka qenë, edhe u duke... Ka kushtu dhe me. Ka kushtu, po. Kjo foto ma të tregonë dhe shka se parat e para që i kumë fitu, ka qenë gara në patenjap do shpërblime. Nuk ishin shpërblime shumë doja, mirë po për ne si tri ishin shumë... Mirë së ardhura. Dhe ti shpenzove për këtë fotografi? Për fotografi. Që na shumë pa kena shpenzu në aso kohë, do më thonë, na kena qenë tri. Dëshirat kanë qenë më minimale, natyrisht. E kuptueshme. Kalojmë te fotografia tjetër? Kjo fotografi tash është më vonë. Ku jemi? Këtu kemi qenë në Amerikë. Këtu ofër kësaj pjese, kemi vizituar shtëpinë e presidentit të Amerikës, Lyndon Johnson. Ka qenë president i viteve 6, 3, 4, nuk e di bashkë saksisht, që ashtu të ka qenë. Edhe na qunë kyçi kuqë Amerikan, na qoj një vizit në shtëpinë e Lyndon Johnsonit. Ishte diçka për kryme. Çfarë eksperiencë ishte kjo? Shumë eksperiencë, po them, për në atë kohë se kam qenë pak më i ri, ka qenë shumë eksperiencë e mirë, parasysh se na tregun vendin ku ka lind. Ishte aty një luhatse si djep, nuk ishte si djep joni, po aty parafërsisht ashtu dhe improvizon. E kishte bazenin, do më thonë, në atë kohë ka pas bazenin, ishte një helikopter, fushat, punune me bujqësie, me sende, u shishin kuajte, këto do më thonë, vazhdimësia jetës që ka qenë atje. Presidenciale, po. Do më thonë, vazhdimësia jetës që në. Këtu kemi qenë këshilltar të programit psikosocial, unë kam qenë i zgjedhur prej Gjakovës, e kena pas studimi i stresit post-traumatik. Ky studim ka qenë në San Antonio, Texas, edhe kanë marrë pjesë ja 200 neuropsikiatra, psikologa, kurse na kemi qenë si këshilltar programit psikosocial. Na ishim pak nivel më i ulë, mirë po vetëm e curia se si u bua i studim, ishte diçka shumë domethënës për ne. Se na nuk kishim ndonjë përvojë. Atë përvojë që morret atje, a mund të gjente zbatim në Kosovë kur kishim parasysh rrethanat edhe shqiptarët si popull që janë pak sa më të vështirë? Po atëherë na morëm pak eksperiencë, edhe këtu unë kam punu si këshilltar, ka punu dhe Floza, kemi punu njëjtë, edhe normalisht pasojat e luftës kanë qenë shumë të mëdha. Edhe faktikisht aspekti psikologjik nuk ka qenë i zhvilluar. Ndoshta kanë qenë një psikologa 2, nuk e di, ndoshta 2-3 kështu kanë qenë, mirë po nevoja ishte shumë e madhe. Edhe atë shka më bu duke me kriju këshilltar, me bu këshilltar na kena do delin terren edhe do kemi kriju shumë seminare se si me bashkëbisedue, si mi aktivizue, do më thonë nevojtarët, si mi bu, ka qenë
ka qenë, do më thonë, një punë shumë e vështirë, fjala mas luftës. Kjo fotografi janë shumë kolegë, tash janë disa kanë arritë suksese shumë të mëdha në profesion. Po. Aty është edhe kryetari i Kryqit Kuq Kosovës, Qerim Spahiu, zotëri Qerim Spahiu. Ju shërbeu? E filluat ta zbatonit ju këtë? Po se na punu, mas pari kemi punu këtu, e pikë na ka marrë Kryqi Kuq ndërkombëtar, bashkë me Kryqin e Kuq amerikan e na çun neve në çet studimin për mu forcu pak në aspektin e psikologjisë. Pas këtij rrëfimi të bukur, kalojmë te fotografia tjetër. Muzika na përmende që edhe muzikën, të gjitha nga fakti, shumë dimenzional me këtë aktivitetin tuaj. E bukur. E bukur këtu, kam qenë me një, ka qenë si organizim. Po. Organizim para luftës, ka qenë kjo. Edhe u mbajt në Amazon, asha, kuna ajo përfundi i Vives. Po, Amazon. Amazon, po, aty e kemi organizu. Tu kanë qenë organizues edhe klubi i fitnessit Daniel, i cili ka qenë një klub i përsosur para lufte. Mandej do të foli pak se kam një fotografi mas të eme aty. Edhe këtu ka qenë si organizues fitnessit Daniel, e unë e punesha si terapeut në fitness Daniel, edhe mora pjesë e kënova i kohë. E ke praktikuar shpesh muzikën? Po. Cilin zhanër? Edhe këtu ka qenë një këngë shumë e bukur, ka qenë arktuse. Po, kujtohet? Në gjuhës angle, po, Save the Last Dance for Me. Ruje vallëzimin e fundit për mua. E kom pas edhe videon, po tash ma kanë uhu pak e më ka met foto. Ka qenë shumë një organizim i mirë. Unë e mbaj mend që aty u bëshin diskotekat më të mirë, mbrëmjet më të mira rinore. Organizimet më të mira, po, shumë ka qenë. Po thaj, mas nej do të foli pak edhe për fitnessin, Daniel, se është shumë për rëndësi. Kjo organizim është, unë e kumë përfumu shumë edhe në Kryq Kuq, ku të mbajshim organizime me një 2-3 kongë, gjithë një kom përformu. E ke pas si pasion këtë? E kom pas, pasion edhe më kanë respektu, do më thonë, ade e kanë dash që ato shka kam këndu. E ty të ka bo mundi mirë njëkohësisht edhe ke... Po, u realizu që ajo shasim. Natyrisht. E mas nej... Kalojmë të fotografia tjetër, po, pa tjetër. Këtu është tash fillimi i që kena punu në Federatën Ndërkombëtare të Kryqit Kuq. Do më thonë Kryqin e Kuq ndërkombëtar, na kena vepru të familje që kanë pas të zhdukur, edhe të vdekur, ose të rëbogosur. Edhe, me të vërtet, Eldita ka qenë shumë vështirë. Pse ka qenë vështirë? Se tash si tash ishin nevojtarë gjipin, kujtoshin që kena me japë ndihma. E faktikisht në ndihma nuk kishim, mirë po na jena kun vetëm mi u gjetë pranë, me bisedu, si mi aktivizu, edhe mi pas ata paka shumë ma letë me këto metodat tona. Edhe kemi realizu shumë, kemi punu shumë. Sa arrinit që të mernit atë që donit të ato familje të stresuara, të humbura në një farforme? Të disa familje kemi pas shumë mikpritje të mirë. Po. Mirë po të disa familje edhe normalisht ata i kanë pas brëngoset e veta, dhimbjet e veta, ku t'ju thëshë ti jena arë me bisedu, nga njëherë edhe vinte, ndo një asim mirë po gjdo herë kemi pas mirë kuptim, gjdo herë kemi pas harmonizim, do më thonë e kemi kuptu, konsiderat, ka dhimbje të mdoja, normalisht du të pas konsiderat me ata persona. E jemi mundu aktivizimi shumë nevojtarëve tonë ka korë sukses, po suksesin e shemë ma vonë. Nuk është aty për aty, po është ma vonë. Na kemi pas suksesin e shumë. Se kada është konë kohë e reflektimit në një farforme të njerëzit. Po, aty o konë se njerëzit ishin konfuz, ishin lëmshë, nuk dishin shka ka bëhet, me shka mu mare, qysh mi a filluë, qysh mi a si, e kështu që na pak ma ato me do. Në cilin element ju doni të parin të filloni me ato familje? Aktivizim. Aktivizimi është shumë që me e largun nga mendja të që kështë ndodhur. E kena pas marrë, na bilim një nevojtare, aja ka pas burën e vram, e murëm ata me mu bo instruktore
për minimu me qep në Kryq. Edhe vishin gratë që kanë pas Të njëjta halle. Po, që i kanë pas ato problem, do më thonë gjdukur ose të vram ose të burgosen, edhe u mbleshin aty, vetëm që e mbledhje, ju letësojke. Plus më mësojshin edhe me qep, edhe kjo boka aktive, edhe do më thonë tona hond ish një përfitim. Një përfitim shumë i vogël, po ma vonë... Për shëndetin mendor ju ka ndihmu shumë. Se shumë, gjdo gjë është aktivizimi. Si mi aktivizu në shoqëri, nëse pasaj fokusim me mënu, vish për ato shë a i ka ndodhë. E kuptueshme. Këtu është, që kjo është japoneze, është Akiko Nonaka, ka qenë psikologe dhe punëtore sociale. Kjo në ka animu shumë. Se në ka kalëzu këtë mënyra se normalisht nga... Keni marrë, keni pas fat me marrë eksperiencë. Florina, Floza, une edhe Sabodini ka qenë shofer. Kina kalu në gjitha fshat po thuj që e me ikonë. Se me thonë drejten para luzës, na një fshat e kina ditë Deven, Gusën ku shkojshim, si me thonë një arnik, për ndryshe ma vonë mas luftës, ura federata, i kemi mësu këtë fshatrat e Gjakovës, plus edhe ma rajonit, se na bika ashtu të bashkëpunimi, problematikat ato, i kemi zgjedh vullnetarët, se dhe vullnetarët është shumë mirë, është me zgjedh, se nuk e diti brengosën që ka fshati, është shqetësimin që ka... Dhe vullnetari nga i komunitet është shumë... Edhe na tregoj e qartë, e kuptueshme, po. Ecim tutjet e fotografia tjetër? Këtu mas të une në Kryqit Kuq Kosovës. Dhe më thonë, prej Federatës Ndërkombëtare, prej Kryqit Kuq Ndërkombëtare, ku më kalu në Kryqin e Kuq Kosovës, kam qenë si zyrtar për komunikim. Dhe më thonë, na bëshim diseminimin ose shpërndarjen e njohurive për aktivitetet e Kryqit Kuq. Se shumica mendojnë që Kryqi Kuq është veç për me japë ndihma. Këtu ka qenë promovimi për rrezikun dhe vetëdijsimin ndaj minave. Edhe kemi shku në çdo shkollë, që kjo është për tabele, është aty në shkollë, edhe i kemi pas në ato, edhe ju kartëzoshim çdo klase, ju kartëzoshim për rrezikun ndaj minave. Sepse periudha pas luftës ishte rrezik permanent. Kena pas shumë pasoja. Në disa zona, ka pas në disa zona. Sidomos në Gjakova kemi qenë shumë. Ka pas dhe rajonet Gjakovës. Dhe ishi trajnuar ju se si ti mas por i vetëdijshëm. Atëherë me qatë vetëdijsim e mërshim një vullnetar. Vullnetar të një rajonit. Ai vullnetari i rajonit na tregonte nëse ka dëgju diçka për ndaj rrezik, ose dëshon për ndaj minë, na më njëherë kena pas ato koordinimet me FSK-n, me autoritetet policore ushtarake, edhe ata atëherë u mëshin. Se njerëzit në fillim nuk kanë ditë, dhe më thonë, aja kurreshtja e jo në hatë se mu se më dohet kur gjohë, abde, që shka jo në pehecja, ka pas shumë pasoja. Një mendësi që është dashtë me punu shumë. U dashtë shumë rrujt, dhash zoti me s'ket mosën, ndoshta ende ka mina në ikunde, nuk dihet se ato kanë qenë sofistikuar, me ditë që shka i kanë vendosë në njërat më të mshepta. Po, ky promovim ka ndiku shumë të shoqëria, sidomos të nxënësat, të rinjia nëpër shkolla, se nëpër shkolla është fëmia më shumë të shpërndan edhe informacionin. E vërtet. Domethënë ka ndiku shumë. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu është që dashja me të shpiu klubi Daniel. Po. Aty në fillim ka qenë pronari Daniel Berisha, njëri zotri, njëri shumë i mirë, këta kanë vrarë në luftë. është vllavi i Angeli që është... Angeli në bibliotekë, po. Njëri për krym, ka qenë edhe sportisht edhe njëri i mirë. Edhe ka pas formu grup qel fitnessin, një fitness që nuk ka pasë në Kosovë. Shumë i për krym ka qenë. Për gjdo anë e vishin e në këqyshin... Ku qëfar lokacion ishte? Kjo ka qenë ku që tash Avenyja. Avenyja ku është, ka qenë klubi Daniel. Edhe shiko tash, tu ka qenë doktor Sami Macula. Unë kam qenë terapeut, Vjolca ka qenë instruktore e Vjolca Kuqi. Po, Kuqit ka qenë instruktore e aerobis,
Naimi Grezda ka qenë instruktor i bodybuildingit. Do më thonë, gjithdo sëll ka qenë vend vetin, gjithdo sëll ka qenë për kryer. Shka përdu më të lidhë qëtu? Qëtu më të lidhë se ish viti 97, 98. Shumë luftar kanë ushtru në këtë klub edhe ndonë në luft. I përmeni me emna kretë. Do më thonë, vishin u ushtrëshin na pa me të drejtën as kina di gjo. Ata sigur klienta të rëndonë, ha? A u shku ajo që ka dalë, kështu në rrjedhe e ka dalshme, a ka qenë organizuar, ne nuk e dijim, mirë po shumë pi klubi Danel jënë dalë edhe kanë luftu. Shumë interesant dhe punë. O konë një eksperiencë shumë e mirë, shumë e madhe. Pas ke kujtimet bukra nga kjo periud. Kujtimet bukra. Danielin e kujtoj se ka qenë njëri përkryer. Shumë njëri mirë ka qenë. Po brenda klubit aty, a kishte mjete? A ishte një vetë, ku kemi parasysh kohën? Mjetet kush si ka pas ato mjetet në Kosovë? Mas në që ato mjetet pa të ndalen hotelin pa shtrik, po janë njësën ato faktikisht u amortizune, u prishën, zditën mi shfrytëzue, po ato mjetet kanë qenë sofistikune, pa foli për vitin 96, 97, 8 qashtu. Se 8 që filloj pak situata u Filloj luftra, filloj shpërnguljet në përfshatra dhe natyrisht veç kishte një situatë tjetër. Kujtimet bukra nga si grupa? Shumë kujtimet bukra. E kujtoj, edhe bisedojmë shumë me shokë, se i kom Facebook, ta shokët e shpesh bisedojmë, i qojmë fotografie tjera, është një ndjenje mirë, se ka qenë një period. Kalojmë të fotografia tjetër? Ku jemi? Këtu tash jam para shtëpisë bardhë. Në Washington, thash edhe herë parë, Kryqi Kuq na qojën studimin e stresit dramatik, mirë po Kryqi Kuq Amerikan na mur edhe najtëm disa ditë në Washington. Edhe në Washington na shqitëm disa vende shumë të bukura, e në mesin e tyre ka qenë edhe shtëpia e bardhë. E këtu jam pranë shtëpisë bardhë se mbrenda s'kena fotografu, s'kan leju me fotografu, se na kanë pas, na kanë pas i dhe mrena. Ka qenë i përfaqësues i Kryqit Kuq Amerikan që na ka shti mrena në shtëpinë e bardhë. Eksperiencë mirë, interesant. Kemi qenë disa kolegë të Kosovës edhe kështu patëm rastin me vizitu disa në Washington, disa kongresin e senatin e kanë qenë do të Meroplana ka qenë edhe një farë si muzeje, si asi. Shumë bukur, do më thonë ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Këto kom një vetën shumë mirë. Bukur, po, kujtimet mira. Kecim tutje të fotografia tjetër? Interesante mu duke dhe mu kjo fotografi. Kjo fotografi o interesante se une, si më thonë, vitin 92, pa ta shku në pushime në Bullgari. Edhe aty e pash një hotel i përkrym, hoteli e maj mirë në Bullgari, thirret Grand Hotel Varna. Edhe aty ka qenë edhe rehabilitus, po dhe ka qenë për qef. Edhe si më thonë, shkova, pi thëmë, që shrut jam terapeut ade, une kisha kry një farë kursi për refleksologji. Refleksologji është do pika në shputat konve dhe do pika refleksologjike në trup, e kjo ka qenë e Austrisë, do më thonë, një kurs austrijak, Akademi Internacionale. Mu ishe më punu gjithë kunë. Edhe unë shkova se më thonë, kjo është si në për film, ade. Shkova për thëmë, qështu të kom, ade, a me s'keni interesim. Nevoj. E tash shko fol me docent ka qenë, Linera Bojanova, ka qenë ma madhe për miksi. Kupja ka dzoj, tha, une jam ka pres, tha, e s'pegjoj, s'pekom. Edhe më shtini mi trajtuja 2-3 vetë, kështu mi bo një masazhe, një shtypje, tha, nesër, tha, dile në fund. Ishte fat i rushë, si me thonë. Edhe fillova, po thëmë, hoteli ka qenë. Para me do t'i shkove për pushime, edhe me ato që isha në pushim, pi thëmë, këtheu ti, ka zëjo prendve që qështu. Që gjeta punë.
Edhe punova 3 vjet e gjys. Atje. Visha dimit tuk ai muj 2 muj, po. Këtu është ndjeri duke qenë komuni, ajo kun pasur me një shok të vetin, edhe unë i shtina ose jakuzi kjo, po është edhe me të bo masazh ujore. Pa ta shtin saunë, jakuzi, shumë qakovar i kum hajde shikoni dhe me ka dhe vende se ishte me të vërtet, ishte dishka shumë e bukur. Këtu ka qenë eksperiencë. U pranu puna jote, u pëlqy për këtë kohë sa që ndrove teatri? Tu dosha me thonë. Dita ka qenë shumë vështirë. Për shembull, ish Jugosllav, atë ishim ish Jugosllav, në Kosovës, po. Me punu në punë shtetit, se kjo konë shtetërore. Me punu në punë shtetit do konë shumë vështirë në Bullgari. Ne i privat muj kemë me qelë në isan, se janë nisën privatizmi. Po në punë shtetit me punu, u konë shumë vështirë. E unë e pata fatin, punova 3 vjet e gjys, eksperiencë e pa spjegueshme. Nuk munda me spjegu çfarë eksperiencë ka qenë. Shumë, edhe në aspektin profesional. E ki sfidu veten profesionalisht? Edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin me njerëz, kemi pas shumë vipa këtu, kemi pas shumë, so kun shumë shtrajt. Ka qenë, ditorja ka qenë shumë shtrajt këtu. Kush vjen i merr këto shërbime? Po, jashtëzakonisht shtrajt, në të më thonë. Edhe punova. Ti tamam që ke rasti o mbret i botës. Ti nuk e lëshove këtë rast, pyte dhe vezi për të mirë. Fati, bëthëm, fati. Po, e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër, pas kësaj eksperiencë të mirë të omor. Qa bëjmë këtu, ku jemi? Kjo është tash, këtu jemi me organizatën YMCO. është një organizatë e trive, ka Dorina Luka, po Davis. Mu më kanë thirë se kanë bo dhe për pensionera. Pensionerat mblidhen. Që nuk e pas kemi ditë që janë edhe pensionerat. Shumë e mirë, o shumë aktivitet i mirë. Pse aktivitet i mirë, o shumë interesant. Ku delen pension, pak të hup iniciativa. Nuk merë fort iniciativë. Nuk organizon dishka, pret të nëherë dikush abdi, e kështu që këta janë shumë të organizu, mblidhen disa të pensionera, bisedojnë, edhe uthtojnë ka herë, shëtisin në përvendet e ndryshme, birë po edhe i bojnë qëto levizet, unë i thamë levizje pak relaksuse, edhe terapeutike, edhe për shëndet. Se këtu ka edhe 2 vjetër që janë, shëndetin ndoshta nuk e kanë fort mirë. Po vullnetin për me i provu këto ushtrime e kanë. Po e duhet levizjet mi bo shumë të leta. Levizje janë shumë të leta, trupore, terapeuti ju bëj ka i masar, pak që në qafë, levizje, po edhe këta ndin vetën shumë mirë. Relaksohen. Fort bukur është një aktivitet shumë i mirë. Këta kësha pas qef, gjithdo qytet mi pas, edhe ne kush privat mi bu. Shumë e vërtet. është shumë, mi mbledh disa që në pensionera, është shumë problem. Për thëmë, nuk më ndërmarin kur gjo, nuk marrin kur fa iniciative, rinë që ashtu të vazhdojnë ditën, e kështu që një organizim që çfarë do qoftë, ajo ka me qenë i mirë. I mirë së ardhur, për pensionistin po, pajtohem komplet me ty. Nisë me mirë edhe për çudi nuk e pas kam ditur për këtë aktivitet. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu është gjyshim. Ismet Goranci. Ismet Goranci. Përndryshe Ismet Mala, vllavi Halil Malës, që njohin tu. Po, pse kanë bo atë Goranci, unë nuk e di gjyshja, thej ke i ka pas 2 mbi emna, asi. Ky ka qenë shumë interesant në kohën e Austrisë. I kanë marrë dëndëzancë që kanë qenë 3, edhe i kanë shkollu. Një ndërta ka qenë edhe gjyshim. E kanë shkollu, do më thonë shkollë austriake, edhe ma vonë, ky ka kontribu në viset veriore të Shqipërisë. Do më thonë, viti 1925, dhe në 35, ashtu se ka vdek shumë i ri. Edhe ka vepru si mësus në viset ku janë, me të tonë drejten, ma malore të Shqipërisë. Viset larkëta. Viset larkëta, po. Për kemë kujtohet, është një film ka Shqipëria, del një mësus, që shkon viset e veriore, adi shumë ma bon atë krasimin me gjyshin, ato vështërsi që i kanë pas. Tu kanë qenë shumë gjakovar,
Shumë çakovar kanë vepruar në Që e kanë dhënë kontributin, po. E ky ka vepruar në Kolgecaj, domethënë Barancullin e sodëm, në Dragubi, Tropoj, në Kuks, në Krum. Shkon në Krum, mas ne kam edhe i fotografi tjetër. Në Krum ka qenë konvikti apo internati Kosova. Domethënë para mendon në Krum vitin 20 për shembull ka pas konvikt. Para mendo. Edhe aty ka qenë edhe si drejtues, ka punuar edhe në konvikt. E bilim une, si me thonë, trungun familjar, shkova e këshyra adin, qëto vise ka është, e kisha në Krum. Dhe më thonë, në Krum i shikoni registrun, po. E në Krum, edhe nëna jeme ka lindën, nëna ka lindë në Shqipni, dhe më thonë, në Krum, Tezja, Daja, qështu që e dikur ma vonë janë oarë, se ka vdek, atje ka vdek, edhe në orë. Pastaj kanë orë. Interesante në ato kona që kanë qenë lidhje. Lidhjet me Kosovën, po. Këtu ka qenë dhe baba Bekim Femiut, ka qenë baba i Ali Musës, ka qenë një i Kryziut. Shumë, është libre, ky Ragib Balata ka bo librin, e pi librit e ko marrë, do. Po, i ka për mësuesit e kësaj periudhe, po. Ka qenë edhe aty i ullur profesori Ragib, Kujeliu, po. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu është një organizim... Një moment tjetër. Alla Acapulcot Meksikës. është flak, apo qka është ajo? Flak, natë, na kena kësy natë, hera par, që jenë bo kësimet e natës me flak. Faktikisht, unë edhe kom qenë edhe i pare që kom hapë, po ka qenë një kësim akrobatik me flak këtu. Këtu zakonisht jena frymzu për thome dhe për Meksikanëve. Në Meksikanët i bojnë kësimet me flak prej shkambit, o shkambi ma i njërë botëror, Acapulco. Laco Brada, Acapulco. Ata i bojnë kësimet me flak edhe na u mundum pakës me... Kemi qenë një 5-6 kërcys që kena këcy, edhe ka qenë shumë bukur. Mande e bom edhe si një aheng, pak edhe, si me thonë, pime, knume, mume. Të gjitha nga pak, a? Shumë bukur. A nuk është rrezik kjo flaka deri sa të bie poshtë? Unë hera parë që kom provu nuk ka rrezik. Nuk ka rrezik. Me thonë drejtën tjertë pak kishin atë frigën se për shkak të ajrit, po, unë nuk niva rrezik. Ata kanë kësy da ndyshe, nështë ta kanë pas me 2, kanë pas ma zërë, unë e pata me jo, du ta mu këthy kështët. Mirë, ka qenë një eksperiencë për mu e për antarët e klubit edhe ekipin e klubit, shumë dishka e mirë. Interesant. Edhe ku e qëtë në Facebook, u bo ati dishka ke shumë atraktive, shumë e pëlqyër. Interesante me flak. E pëlqyër. E guximshme? E guxim. Modeli mirë? Pas guxim, kërcimi, pos pat e guxim, ka shumë kërcys që këcejnë pim 1 metër, 2 metër, këcejnë këcime shumë dërlikune. Po kur vje puna pak e në lartësi, më shku në 15, 15, 20, aty pak i huvë nalet. Se aty vynë guximi. Aty vynë guximi. Edhe mjeshtria apo guximi gjithsesi? Po, vynë kontrolla lëvizjes, vynë koncentrimi, vynë guximi, përgatitje fizike. Vynë aspekti motorik që shiki, për shembull, lëvizjet, shumë ndikojnë. Mirë, po s'po të guxim, këtë të shkojnë. E vërtet. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu ka qenë... Cili është ndryshimi? Tash, une shpesh thëmë, kësimi e ka bukurinë në shkambë. Kësimi ma i bukur është këtë sen për shkambit, ose për gurëve. Këtu ka qenë një emision i TV21-shit, 3 gjenerata kërcyshit. Unë e babën e kom pas një ndër iniciator të kërcimeve, ka qenë një ndër partë. Me di Kryzeu, si me thuni, pari, me di Begi, baba jam, atë e nartë ta tjertë. Edhe, ju doki interesant ati që e boni këtë, si story o konë, po, e kisha dhe djali e shumë i vogël, edhe e boni një këcim, se djemë t'i ku mësu pi në moshën 9 vjeqare dhe 12 veç kanë sy pi lartësive të maja. Po edhe ju doki interesant edhe bom këtë emision. Ka qenë 3 gjenerata kërcyshish.
Mirë. Kush kërceu më mirë? Ha? Kush ishte më profesionisti? Une, për thëmë drejtën. Me gjithë edhe djemë cejnë mirë, halok cejnë mirë, po pa ata tash mirën me muzikë. Edhe tutën se bra ashtu, ki mu lëndu, unë shpesh më lëndu. Lëndu është këtë cen pi, është fjalla këtë cen prej lërsive të mëdhaja, aty ki mu vra, ki mu lëndu, ata tash tutën se kanë profesionin tjetër. E kuptush. Po, apet, do më thonë, dejnë 10 metra, 12, 13 kësejnë nuk e kanë problem heq. Po, ja, unë e kam qenë ma asi. Atë kujtohet kur ki fillu për herë të parë me këty? Për herë të parë, kërcimi ku parë? fillu në moshën 6 vjeqare. Edhe është shumë interesant. 5 vjeqare shkojshim me vllabin në Ernik. Po. Edhe u konë gjiri Mellës dhe gjiri Dylberit. Edhe tash vllavi theke unë e petë marrë ty në Ernik, po gjithë qysh ki me kësypi, ka qeni ka qubë, si me thonë janë 1 metër e gjysë, 1 metër e gjysë. Ki me kësy gjithë qysh, po s'këseve, po. Unë edhe fmi, entuziazi fmis, po mërë për vi, po. Edhe aty kam këcy, do më thonë 1 metër e gjys, e shkava vërdet, e kom pas vra hundën, e dilke hunda Ishte shumë interesante ajo punë, mirë po, unë u inspirova për e saj punës. Do më thonë, moshë shumë tre kom fillu, a suksese kërën moshën 17 vjeqare, në garat e 82-shit. Aty. Te Uradri. Te Ura fshet, po. Po pa atëra u konë, aty ki pas 30-40 kërcys, ka qenë një konkurencë shumë e madhe, ka qenë një entuziazm, aty u mleshen ka 10.000 spektatorë, kish ka pas spektatorë që ka pas edhe për mas urës në Përshëndi, shumë interesant ka qenë. Do më thonë, o boka një organizim jashtëzakonisht masiv, kishe dëshirë mi pa ato gara, ishte diçka shumë. Edhe për ju kërcys ma tjep motiv ma shumë, ha? Po, sigurisht, dhvja entuziazmi, dhvin emocionet, nuk ki frike, ku t'ishe të në ata vetë, zhytësat, organizimi ato, ty shizdo për të kërgjohë, atyre veç i jep, e ki koncentrimin, edhe... E bukur, po. Kalojmë të fotografia tjetër? Pas kemi një video, po. Këto ka qenë gara... Po, ka qenë gara parë për kësime akrobatike në Kosovë. E ka pas organizu Federata Notit, po. Ka qenë edhe kryetari i Federatës Notit tu, edhe ky përshinës Albi. Albi, po. Të cilën e falenderoj shumë këtë pronarin, për arsye se shumica e kërcysve këtu kanë si më thonë mësu me kësyje. Ati ta trire, po poli për trit që tash qenë trit. Kjo përshin ka qenë që në mësu me kësy. Mas nej normalisht një shku dhe ndrije në përdo vendeme. Tu ka qenë gara parë, edhe dallandyshe, edhe kësime ekzibinale. Unë e kom zonë vendin e parë, kam qenë kampion, nuk kom pas, do më thonë shumë konkurrencë, se pa kanë frikë, ta trit me të vërtet interesant, shumë pa kanë frikë me kësy prej pak ma lartë. Pse ndodhë kjo? Nuk e di. Se ta shti gjithë këtë eksperiencë, pse ndodhë të të rinjë? Nuk e di, vetë s'pedimi s'pigu. A nuk e shojnë si atrakcion, apo... E shojnë si atrakcion, po këtu tash duhesh pak mi stimulu. Pa. Mi stimulu, si ki mi stimulu. S'kena kur farë, nuk unë që ki farë, i jep farë, do më thonë, i jep farë stimulimi që shu kena me bua, ki mu bua, si... Nuk për ka ato, nuk për mui, në asë një mënyrë, ju mundu mi promovu, ka kërcys, ja 3-4, ju mundu të da, mi thonë, mi u të regu prinde, që përse thire djallin se një esion adi, ose në emisionin e esan, më thonë, a di sham thojnë prind, a mon të mërë, nëse thirë. Rëzik dhe me për mvrat e për masi, e tash si munda une me marat iniciativ, e me rëziku, une për vete rëzikoj, mësëm do këtë kërgjohë rëzikoj, vrana e zvrana, a për dikon, pak shtirë. Deri sa prindi një parforme të porosit. Kështu që duhet njërë organizative, më formu i klub me anis pitrive, pithmive, e kadal mi më shkua me forcu pak lartësim bi lartësis, edhe me mujtë një shka më arrit. Nuk kemi, kërcysë në Kosovë, nuk kene për akrobacion.
s'kemi. Asë në një qëndron situata edhe në vendet tjerë, ha? Jo, këto probleme Po. që kanë korë sukseset më dhaja është. Slovenia ka korë sukseset jashtëzakonshme. Ki në Kroaci tash e ka nisë me bo kësime akrobatike. Në Bosnë janë do. Në Serbi, ki do Serbi janë të mirë. Që Serbët ka kasim kun hiq, krasim me ne. Mirë po, e kanë përcel, E kanë zhvillu si sport, përcel, e po. kanë zhvillu, ka dale, kanë pas për krahje. Tu në varet shumë për krahjes. E po, kuptush. Kalojmë të nëse kemi një video tjetër, jo pas Kjo- kemi fotografi. Gara ndërkombëtare në Sloveni. Çfarë lartësie ka kjo? Kjo ka 16 metra. Varet për i kësejt ujit, është Po, 15 e gjysmë 6, këtu ka qenë 16. Edhe o pak ma vogël se Kuradrinit. Këtu kom bo në një rrotullim me një kthes, është kësim ose barani thirret, është kësim shumë i thjesht po i mirë. Edhe e më kanë vlerësu mirë, e më kanë respektu. Shka ka qenë karakteristike. Këtu ka pas shumë vendeve të botë, do më thonë të botës. Pjesëmarrës. Ata normalisht që i kanë realizu kësimet shumë më ndërlikune. Po punë kam qenë më i vjetri. E aty ka qenë ajo se bili ka qenë një juri profesional që u marrë prej fëminis me kësime. A i kishte 53 vjeç. Tha si për mund është ti, unë i kisha 60. Tha si për mund është ti 60 vjetë, tha unë e 53 s'ksej mu. Si rësën, tha jo edhe është s'ksej mu. Edhe me siguri ka pas në i lëndima, në i sanë edhe. A i ka qenë tamon vlerësus juri profesionale, në Gjerman ka qenë. E me të thonë drejtën, më kanë respektu si vjetër, e jo do kësha interesant. Edhe këtu kam pas me të gjithë, komunikim me të gjithë organizusit e kësimeve rajonale. Do më thonë, Sarajev, në Zenic, në Mostar, të gjithë i kam taku, tu kena bisedu, i kena promovu vlerat tona të kësimeve të urës fshajt, edhe kemi pas një bashkëpunim shumë. Dinin ata për këto gara tona e kishin? Kujtimi ka qenë legjend, kujtimin të në njohin. Si të shkojsh edhe në Serbi, edhe në Podgoricë. Si ta përmend shemrin e kujtimi? Si ta përmend emrin e kujtimi ka qenë legjend, edhe legjend i thojnë. Edhe atë atmosferit. Atëherë, shumë interesant. Atëherë kujtimit i kanë bërë shumë padrejtësi. Po, pa t'i thënë këtu në emision të unë. Kurse tash që është, po edhe tash me kësy, mundet edhe tash me kësy, edhe tash e fiton. Shumë më interesant. E ka një vrull shumë të madh, të mirë, po. E tash është respektojnë shumë e krejtën regull, për çdo lavdat. Prishë konë që është konkurenca, atëherë e kuptueshme. Aty është problemi. E tash, pse me stfolit moshës tënë, kërkush se sen tash. Po, do më thonë, mirë, ka qenë një eksperiencë e mirë. Po. Kalojmë të fotografia tjetër? Kjo është shumë interesante. Kena pas 35 vjetorin e maturës. Po. Edhe i kemi pas 3 shok nga Struga. Ku shumë rëndësia ata 3 shok nga respektojnë shumë gjakovare. Pse? Ta kanë qenë politikisht pak edhe asë një shkollë nuk i ka pranu. Përveç shkollës mesme në Gjakovë. Kanë ardhur prej Strugës në Gjakovë. Prej Strugës në Gjakovë. Edhe këtu i kena prit mirë ata. Edhe kanë kohë shumë sukses ata. Edhe tash në athirën 35 vjetorin mi festuen Strugë. U bob naja gjallat vetë. Shkumë në Strugë edhe i kena pas do bluza. Shkuj ke këto 35 vjetori edhe shëtitëm në për qytet. U do ishte një s'pedi shumë të thonë, një ndjenë shumë e mirë, që patë aty edhe fenë, do më thonë ka pas edhe gra, edhe mashirë, edhe gjeneratës mu, edhe shëtetëm dhe në këqyshin, krejt qëto restoranet për fundin në këqyshin. Edhe për ma bën aj, si me thonë, që ishtë një kuqiri, tha të marrë, tha, a pi bën njësim, e thash pi bëjmë marrë, pa atoj në i sanë, se s'disha, a leot, jo mërë ta, këse, edhe kom që të sim, fotografi e bukur. Ti me njerë, ha? Po. Ngurove fare. Po. Edhe e vuna kësimin, këtu rrenë shëplaka, pse këtu ka restorane për fundi, rrenë shëplakat, jo dog dishka, e mirë, po.
për që ata kom Po, zgjedhë këtë kujtimi se ka bukur. qenë shumë diçka e bukur. 35 vjetori i maturës. Po, një shembull se mosha nuk nje, Ja. nuk kur e don me pasion e punon një punë s'ka kufi. Kalojmë tutjet e fotografia tjetër? Këtu, si thash pares, në vitin 1921, 22, nuk jam i sigurt, tu jem konë kampion i garave të kësimeve akrobatike. Do më thonë, hera parë që u organizu diçka. Se shumë interesant është kësimet akrobatike, tash vlerësohen, po jo edhe atë shumë, se duhet në për vendet tjera që Meksika për shembull. Meksika janë konë shumë fanatikë në kësime dallandyshe. Ta vish dallandyshe kanë qenë. Mirë po ko panë që duhet diçka mu evolu, duhet diçka mu asil, fillun me kësy edhe kësime akrobatike. Edhe tash Meksika janë një ndër më të mirë në botë për kësime akrobatike. Tash e ndalë Red Bulli, është një organizim Red Bullit, ata kthejnë për lartësive shumë të larta dhe bojnë rrotullime të mëdha. Ajo u zhvillu shumë, ajo për 10 vjet u zhvillu, nuk di që më thonë, sport që u zhvillu ndoshta më shumë ti. Edhe u kurfe. E për ato une gjithni edhe me trit, edhe me thmit, edhe me gjithë kënd, ju thëmë qëre, këseni dallandyshe, shumë sa një mirë, tradicionale e mirë. Mirë po, mundoni pakes edhe akrobacionet, se janë shumë të vlefshme. Do më thonë e kanë veçantin. Edhe disiplina që janë të famshme në... Po, tash u zhvillu. Tash u zhvilluar, Shumë. Bile në Sloveni, deri para 3 viteve... Po thuke në 2021, apo? Po. 2021, po. 2021. A 22-21 s'pëditash. Natyrisht s'ka problem. Bile mas dikure, do më thonë, ku bonë zgjedhjet e sportistëve të asi, unë u zgjedha si punëtor sportiv i vitit. Shumë mirë. Pi drejtorisë kulturës e fizikës. Edhe ishte një ndjenjë mirë. Edhe mirë njohjet e kanë vlerën e vetë. Kanë vlerën e vetë. Kalojmë tutjet, kemi fotografi tjetër. Këtu tash është shumë rëndësi. Qëta dëtë janë kampionat botës. Po. Edhe ku keshë në Sloveni, isha si Mustafir aty, e pa ta këtë buzën bridge divers shumë qëtu, edhe dyqysh një fash shikimi, po, i thashë më fali, tash ako më si mi po e fotografi me ju, se thash unë jam konë tu kërcysi, i thash ma i vjetër, e pa kom dëshirë i pas kujtim. Po, edhe për ju kalzej, tash jam i Kosovës, edhe na kena tradit që me kësyje tradit 70 vjeqare, historinë. E tash ky që është nonën e djatë timen. Po. Gary Hunt thirret, ky është më i mirë, mund ta thoni të gjitha kohërave. Kërcysi i Red Bullit, shumë i mirë. Tha, kumni, tha. E tash dësha me ditë, pikajt këndi, a di qysh. Tha, kumni, tha, për në Kosovë, me siguri se tash në Mostar e bojnë këtë, për çdo vetë vinë këta në Mostar, e bojnë kësimet Red Bulli, me siguri aty u folë diçka, edhe ta kumni. Ky tjetri është Mihail Navratil, kjo i Çekis, Republikës Çeke. Kjo e ka zonë para 3 vite, e ka zonë Mostar vendin e parë. Shumë i mirë. Eldita këta bojnë kësime që s'mundesh as mi imagjinu, janë kësime shumë të rrezikshme. Ato është arti i vërtet. Më të vërtet është arti i vërtet. Me i bo aq bukur. Edhe a di çfarë narsive kësejnë, do më thonë, para më ndonë urës jonë, me jashtë quj edhe i binë edhe ja 7 metra, 8. Qash lartësi e madhe është. Para mendo. Edhe nuk e di që kanë atë guxim. Ushtrojnë, po. Përgatitën. Kanë ushtru pi fëminis, edhe tash nuk e kanë problem hiq. Bilim i thesha me bomi u thira, veni atë pomër, po edhe bomi u thirë ta janë shumë shtajt. Do më thonë, po, nesër si dijet asaj pune. Si dijet. Kalojmë tutje, po kush nuk i donë sportistët të mirë.
këto jena prapë në Sloveni, këtu në vend tjetër jena në Novo Mesto. Ky djali me të kuqe është djalë shumë i mirë. Ky ka marrë pjesë edhe në Gjakov. Është i Tuzit. Kërniq, Evald Kërniq. Është musliman, po fol shqip, lezeqëm shqip. Është shumë djali i mirë, është kërcys i pazavendësueshëm që tash në rajon. I za vendet e para të neve. Edhe në Mostar, edhe në Sarajevo, edhe në Gjakov ka zonë vendin e parë. Edhe ka u shku za vend. Është shumë djali i mirë, shumë kërcys i mirë. E kam shok shumë të mirë. E si vjetë e kena alun me kujtimin bilim më shku në Tuz, adi se... Me e taku. Ka me taku, po. Ky tjetri është kampion i Danimarkës. Ky ka marrë pjesën në Mesto, e ka bo një këcim, s'mund është me imaginu, këcim shumë i rrezikshëm e ka zhvillu. Edhe me këto që shut bisedum, shkëmbim mendimet, i do ke interesant. I vjetër dhe me për këtën, se këta në shumë tri, këta në, do më thonë, 30 vjeqarë, gjithë sa vjeqarë, 30 vjeqarë. Këta tash, vinë tu e mendu, kur ta bojnë moshën tua, ja kanë mundësi. Po. Tha joni, i danimon i shok i këti, tha, abet kishim me arrit, thash, ti që shi ka vazhdon, thash, jo me arrit mu, po kemi arrit edhe 80 vjeqë, asi se është shumë i përpikt, adi miret me levizje, miret me... disiplinu në ushtrime, Danimarka ka shumë të zhvillune këcimet akrobatike. Apo. Danimarka ka të zhvillune. Kalojmë tutje? Këtu tash jena me legendat. Fiks. Me legendat. S'po flasit. Kujtimi i Goranit, Cufi i Vokshit. Cufi ka qenë kampion i shumë fisht. Po. E shka është interesant të Cufi se ka promovu i pari këcimin akrobatik. Kjo bëjke një rrotullim e gjysë. Qife. Do më thonë një rrotullim edhe bike me kokë për orës drinit. Une që e majlman kam qenë shumë i vogël. E respektoj, e afërimi qoftë se është shumë vështirë për orës drinit me borët limasin. E ka promovu i pari. A kujtimi është legjend. Pazavendësueshëm. Kujtimi është i pazavendësueshëm. Edhe s'mundet kush me kësi, unë shpesh thëmë. Kësimin e kujtimit nuk mundet me bo dikush. S'mundet me bo dikush. E ka pas një lakushmëri shumë të madhe, s'di që ka pas atë fleksibilitet trupit. Mi bo atë lake, mos më vra. Kë ka kësi shumë herë, për dërdit këse ke pi urës drinit. Shumë interesant ka qenë. A na këse ishin vich ku ka pas garë, një garë që atë në garë që fërdzëshme ose i ditë para garave më këvërcu, a kujtimi ka kësi për çdo ditë. E këtu ishin para 3 vite më duket ka qenë kjo organizim, edhe e që fërdzrum rasin edhe dullim të tretë. Fotografi e bukur, fotografi që të kalzon shumë shka. Shpesh bilim më shkon në mendje me pas të veterant, i qysh me pas me mbledh, adi? Vish po mbledh, si formë organizimi, me du më thonë me hongre, me pije, me bo pak muzike, adi? Se cili e ka... Në mënyrë organizuse, po, është shumë djenje mirë. Dhe më thonë, mi mbledh. Pa problem mi mbledh, se pe janë disa jashtë e disa mrena. Po kujta dhe pëso është jashtë dhe që thirrni se vje fill? Gjdo dytët ditë, gjdo tretën ditë, na jena ndri. Shpeshtat të mëra përshkojmë, e kemi si vend shajt. Gjëna me thonë tyrbe, po si tyrbe kena urën e drinit. Shkojmë, relaksohem. Keni kalu rinin. Kemi kalu rinin, a gjithë çfarë relaksimi, çfarë asi përjetojmë. Shumë, dishka është e bukur. Shkojmë tutje? Këto tash janë. Kur shpërblehet puna, dhe kjo është e rëndësishme. Tash, i pas këtë disa... Që kjo certifikata me kryqin e kështu ka qenë që tash e kena kry për programin psikosocial. Kjo ka qenë një kurs jashtëzakonisht i mirë. Ai që na ka marrë ka qenë Mejit Kamalmash, doktor i shkencave të psikologjisë. Shumë doktora kanë marrë pjesë këtu, njerëz eminent që janë Gjakovës, edhe kena kry qëtë kursin për rimekëmbjen shëndetësore mentale. Dishka shumë e efektshme, për foli për mas luftës. Që kjo certifikatë ra, unë ju hi si këshilltar i programit psikosocial e në kush ndërkombëtar. Që të kanë dimu të ka hap një derë tjetër, po jena konë përgatitën, e kema si. Kjo certifikata tjetër është jena prej Fines, do më thonë Federata Ndërkombëtare e Notit.
na ka pas mundësu mi kry që të kursin për refer, për juri të kërcimeve. Edhe kena majt në Prishtinë, Hotel Sëriu Sokun, kemi qenë 4 vetë Gjakovës. Mas pari na kanë, u duhet mi online, u duhet mi mush atë testimin, e kemi mush, i kena disa ligjërata shumë të rëndësishme që nuk e kena ditë. Se na shpesh mendojmë atë dim gjithçka. Që i dim, por realisht plot gjëra nuk i dim. Këtu janë 2 gjëra të ndryshme. Janë kthime tradicionale që na i kthejnë, edhe që kthejnë edhe në Meksik, edhe në Mostar. Do më thonë, vlerësimi jo ndryshe. Do më thonë, vlerësimi duhesh mi bu, jo më ra vertikal, po më ra pak si kështu edhe me qustër pika. Ashtu vlerësohesh. Te kthimi tradicional, o shumë i rrezikshëm. Te kthime tash olimpike këto, tu ndryshon. Duhesh më ra sa më vertikal. Sin kokë, duhesh më ra vertikal. E tash na këtu i mësum do gjëra, do më thonë, që shërbyen pastaj. Po dhe si ki qasjen, si hedhesh, çfarë rrotullime bën, sa rrotullime i bën, do më thonë vlerësimin e vështirësisë, se me bën një rrotullim më lehtë, me bën një rrotullim më zor, do më thonë tash ti varet çysh e bën kthimin, edhe në bazë asaj duhesh edhe mi vlerësu. Po. Kalojmë Kjo ka qenë për diploma, që kjo është edhe diploma që tash që më hinë punë në Bullgari. Në Bullgari, po. Refleksologji. Kjo diplomë internacionale e Austrisë, e kemi kry që na ku në Sloveni ku e më konë, na kanë pas mundësu dove më shku me kry qëto. Kena bo do praktika, do sende, dishka shumë e re ka qenë në Sloveni, edhe dishka shumë e re në Austri. Me së të foli për këtu, që s'kena ditë ku gjohë hiqë. Shka më rëndësi edhe që tash nuk dim shumë. Për që të reflusi. Këto janë do pika në shput komës, do pika që shtypen, e që ta nivelizojnë energjinë e brendshme e ndikojnë. Zakonisht, qendrat rehabilituese që janë shumë të favorizume, që janë shumë baja, e marrën refleksoterapinë. Se nuk e kanë baja të thjeshta, nuk e kanë praktikë. Nuk e kanë mundësinë, se është një loj... Nështë edhe s'kanë profesionist me i zbatu ato. është një farë luksi. Kjo, me që diplomë unë jumë hi në Bullgarinë punë ku më punu 3 vjetë e gjysë. Interesante, po. Kjo ka qenë për menagement, do më thonë këtë bolë vërshimet e fatkeqësitë të ndryshme, për kryqit kush ndërkombëtar, unë jumë certifiku si do më thonë si antar i timit i regional. Atyre mushim më shku dhe në Romani, në Bullgari, regional do më thonë. Jam me certifikun për menagjimin e do më thonë fatkeqësive. Kuptohet. Dishka sendet mire në kohë në botë. Gjithsesi, pa tjetër. Ecim tutje, të shofim ku jemi me fotografinë e radhës. Kjo tash është, kjo fotografi mu shumë emocionon. Pse thua? Pse më emocionon? Babën thashe ku pas grafiks, po ka pas pak marak, ka pas tablet pak me pi, edhe shpesh vike që fli. Këtë vike që fli, të ke ami djemët. Djemët pishet vojgjën mu, edhe janis kemi ju kënu. Shumë interesant. Ju kënu e ke kënë vjetra, popullore, asje... Ta shkosh kjo, ajo rasia, të dy qëta djemë i ka muzikonda shumë të mirë. A bëshe, pas ka pas. Shumë interesant. Është e vërtet që edhe unë e kom kontribue, i kom frëmzue, po. Dytë janë shumë muzikonda të mirë, dytë janë me të shkollun, me Akademi muzikore, shumë mirë. E kanë ofër, shtarë dytë janë ofër provimet e fundit. Edhe të në herë ku ta këshyri këtë fotografi, thëmë që rezultati... Shkuja mas ka një zemra që thot dikush. Shumë interesant. Shumë e mirë, e cinë tutje. Të shijet të gluhe, të shijet që u konë pak i stimulu në avde, po mirë. Si gjyshi me një pa. Mu më pëlqenë shumë. Ta shumë vara qysh... Që ka dhe interesante, lidhjen e ke bërë shumë interesant. Po shumë interesant, po. Do shta ti atëherë s'ke mendu që fëmijët kanë po muzicien. Është e vërtet që edhe une jë marrë shumë. Une për shemë ku bu që këtë djali 3 vjeqe, ja ku pas bleni gjez. E i shtisha mi bu ritmet. Bëne i ritem, i ka pas mësu. Edhe këj vogli ku bu 3 vjeqe, edhe këj me ritem, mas në këj mur pianon, këj mur klarinetin,
tash i kanë 2 instrumente shumë kyçe që janë të mira, 2 të veprojnë, ja kanë kalu babës. Ani shumë mirë, mirë është kjo. Kalojmë tutje te fotografia tjetër. Këto është familja ime. Po. Të jemi me një aheng, jam une, bashortja, Behia, Rioni, djali i madh, kjo vajza Rionit e dashura, e kemi si vajzë, se une vajza s'kam. As modra as vajzë s'kam pas, e kemi si vajzë, edhe ky djali i vogël. Edhe ky djali i vogël tash e ka një shoqe, një dashur, po s'ke fotografia, po mirë puna. Me partnerët veta, ti me partnerën tënde, kjo ma e rëndësishme jam. Tu kemi qenë me një aheng, e në qëta aheng ta kanë bu muzikë, du më thonë, e kanë maru muzikë e një nadale e kena bu fotografi. Pas gjithë këtë diskutimi që bëm këta 60 minuta, edhe kjo fotografia familjare sikur është një rumbullaksim i jetës. Ndihesh i plotësuar me këto që ke sot? Ndihem i plotësuar, ndihem se u formu që thojnë ai brumi, që me qatë brum mundesh me bo faktikisht 6 kap. Do më thonë, une i kom pas do qëllime, të nëherë qëllimet i kom pas shumë modeste, do më thonë, jo krakesat më dhaja, disa të vogla, kom pas dëshirë këta 2 djemë me arrit sukses, e kanë arrit suksesin, me bashkëshortën e kena një jetë shumë të mirë, e qojmë shumë mirë, ka pas sfida, ka pas bashkëshortja sfidat më dhaja se prindi kom pas pak i kënë smur, kërku për kujdesja. Ishte një vështërsi e madhe, po ja kena dal edhe tash e një vetën që pëthuti plotësuar. Pra, isha thash shëndetin në vazhdon, e kemi apet nashta me jap në i këshillë, me jap në i... Po vjen koha një pa mbesave. Ne pa me, po inshallah përjetojnë. Mos po ja afron ti atje të ura e drinit, pa ndë një fine mesën. Ta dët, si kanë bo 5 vjeqe, jën hi nëj kështu të kryshët, jo me hin kom, jën hi në bazen kryshët, kanë mësu me nëtu, kanë mësu me... Shumë ju marrë me ta, shumë i kom, sa kanë qenë thmi, i kom ngarku shumë. Me muzikë, me sport, me gjdo aktivitet. Po, atëre dikur... Nuk mungon kur angazhohem, nuk mungon suksesi. Shofim me sa di unë është fotografia a fundit, ta shofim. Të morë faleminderit shumë, e shijova këtë diskutim edhe të përgëzoj për gjitha këto sukses. Unë vërtet ju kam njohur edhe për mes kryqit dhe kujt nuk ju njoh sot, po ka 20 vite që ju njoh. Mirë po, u knaqa edhe kur i pash gjitha këto suksese. Faleminderit. E gjithë këtë eksperiencë, sepse eksperiencat jashtë vendit tënd, besoj që e plotsojnë secili njeri, edhe shumë i gëzohem atyre njerëzve që kanë fatin profesionin e tyre me marrë eksperienca jashtë vendit, sepse fitojnë shumë pojena pozitiv për vetën. Bile këtu shpesh ma bojnë do që më kanë njoftë. Po. Qysh të mërë i artë pi ati vendi ku kum punu, për shkak se edhe në Sloveni kum punu, edhe në Bullgari kum punu. Po në Sloveni s'pata fotografi se filloj lufta më meken, po. Qysh po, erdha, ndoshta u konë ma, që thojnë, ma dobishme. Natyrisht. Edhe mirë jam i kënaqur me jetën, me çurinë e jetës, me përparime, sa kemi mujt, kërkesat i kom pas shumë të vogla, domethënë reale, për tokë që thonë. Tash ma vonë, nashta dalim penzion, e shfrytëzojmë edhe jetën e pensionerit, kështu që e i dëshirojmë çdo kujt, por ato që vetë i dëshirojnë një jetë të mirë, një jetë të lumtun, me shëndet. E shëndeti që ato kështë të kalzu, inshallah shëndeti, edhe Zoti shëndeti na punon e me mujt edhe pak me vepru, sa të mujim. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve e për konsideratën e juve. Ishte kënaqësi. Kemi përmbyllur këtu diskutimin me zotin Tomor Musa. Besoj se dhe ju vetë u kënaqët duke i dëgjuar këto rrëfime kaq personale, por me kaq shumë vlerë edhe për të, por gjithsesi edhe eksperienca të mira që i ndanë së bashku me juve.
Vazhdoni të jeni me ne dhe të na propozoni si gjithmonë emra të tjerë, na ndiqni në rrjetet sociale, sepse aty jemi vetëm për ju që të sjellim sa më shumë personazhe të cilët do të jenë ndoshta të pëlqyer edhe nga ana juaj. Mirëmbëjtje, takohemi të martën.